Ish drejtori për çështjet evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Charles Kupchan, ka vlerësuar se kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, mund ta ketë tepruar me përdorimin e kartës nacionaliste në politikën e tij ndaj Serbisë dhe Veriut të Vendit. Në një intervistë për Radio Evropën e Lirë, Kupchan tha se një qasje më pragmatike do ta ndihmonte Kosovën të avancojë interesat e saj dhe të shmangë perceptimin se Prishtina është pala që po bllokon procesin e dialogut me Serbinë. Ai ka theksuar se Kosova ka marrë kritika të ashpra dhe sanksione nga BE-ja dhe Washingtoni, pikërisht të kësaj qasje konfrontuese. Sipas Kupchan, për të dalë nga ky ngorç do të nevojitet presion serioz mbi të dyja palët nga SBA-ja dhe BE-ja që procesi i dialogut të rifillojë. Sa i përket pretendimeve të Donald Trump se ka ndaluar një luftë mes Kosovës dhe Serbisë gjatë mandatit të tij, Kupchan i cilësoi ato si të pasakta, duke theksuar se Kosova dhe Serbia nuk kanë qenë në luftë që nga viti 1999. Ai pranoi se administrata Trump arriti disa marrëveshje për bashkëpunim ekonomik dhe njohjen e Kosovës nga Izraeli, por jo diçka që mund të konsiderohet ndalimi i një lufte. Kupchan shtoi se nëse Trump fiton mandatin e dytë presidencial, nuk përjashtohet mundësia që ai të rikthehet te çështja Kosovë-Serbi për të shënuar ndonjë sukses në politikën e jashtme. Megjithatë, ai vlerëson se aktualisht situata në Prishtinë dhe Beograd është shumë e paqëndrueshme për të pritur ndonjë marrëveshje të rëndësishme. Në lidhje me kërkesat e Kurtit ndaj Serbisë për dorëzimin e Milan Radonovic dhe në shkrimin formal të marrëveshjes, Kupchan tha se dialogu mund të ecë me hapa gradual, ndërsa njohja e ndërsjellur do të jetë faza përfundimtare e procesit. Ai theksoi se pavarësisht ndryshimeve të mundshme në politikën e jashtme amerikane, Kosova mund të vazhdojë të mbështetet në përkrahjen e SBA-s. Në Shtetet e Bashkuara ekziston një mirëbesim i madh ndaj Kosovës, që nga ndërhyrja e NATO-s në vitin 1999. Në fund Kupchan u bëri thirrje liderëve politik në Kosovë që të tejkalojnë bllokadën institucionale dhe të formojnë një qeveri funksionale. Sipas tij, demokracia kërkon kompromis dhe kjo është jetike për të ardhmen e Kosovës.